Burrim ka vdek. E kena hup që 10 vite. Ka qenë një smuar për kësaj smuje, si po smuar kësaj smuje s'keqe. Shka të bëjmë tash të jeta du të vazhdu, apet du të me vazhdu jetën. Thojnë si pakra, po falë, zotit I kam 3 fëmi, e kam 3 nuset mira, e kam mesën, edhe vetë jam aktive, nuk e ka shiju penzionin e të vim bashkë së kur jam ardhën e tash ta shijoj Kosovën. E kom bo vetë luksin, unë e kur kom pënu 33 vjetë atje, edhe e kom bo vetë, dalë bëj luks. A këto po dojnë me bo luksin pa punu. Për atë burrit, e burrin a me mytë burrin, mi amon shpirtin atina. Nga Gjakova, po jene ardha dhe me vizitu Prizrenin e bukur. Prizrenin e bukur, a jetoni dikon jashtë? Po, jetojmë në Zvicër. Keni pasur shumë sot nga Zvicra? Pa, është mirëm edhe është shumë keqmës kur vim në Kosovë mës ta vizitojmë Prizrenin e bukur. Është mëkat? Është mëkat është. Të sa vite jetoni në Zvicër? Jetojmë që 43 vite. Të ati me fëmijë? Po, me familje jena. Vim shpesh në Kosovë, vim shpesh e vizitojmë vendet tona, së kur dhe ytë nuk ka askund. Nuk është as Zvicra, as Amerika, as Gjermania, as kush. Nuk është së kur Kosova. Apo ka jo mërmalli mas shumë ti? Mas shumë ti nga mërmalli për familjarët edhe për vendin e Kosovën, për tokën e Kosovës. Prindi keni këtu? Jo, prind nga kanë vdekur, po, ta shti shka me boj, jeta vazhdan, po prapë se prapë na do të kthehemi një herë këtu. Sa mirë që keni dashuri në atë vejë. Pa tjetër, ku kam lind, në Gjakovë dhe në Gjakovë du me vdek. Unë di që si të mos Gjakovarë që janë shumë lokalistë, dojnë vendin shumë. Në përgjësi krejt e dojmë Kosovën. Na si jena jashtë, jena matë kollun për Kosovën. A dhe përnë ati, apo në me qamë jenish? Unë atje komponua, 33 vite, tash në momentin në qëtë mujë jëm dalë në penzion. Po. Ata po në najdurat, familja, në befasi? Kanë bom, kanë që në Turkije, jëm konë në Istanbul, I kom vizitu ato vendet e shejta, edhe në gjamin e Sofia, edhe në gjamin e Gjelbert, edhe jena konë kurrin pasha e këto, krejti kina vizitu ato vendet. Pas kanë bo? Po, fëmit ma kanë bo, dhurat. Shpesh kështu? Pau, qëre, këtu edhe me mëqu, ku me mëqu e ma ka hek mollën e Kosovës. Turkia, po apet si apet prapë se prapë kam qef këtu në Kosovë të vi. A me vanë gjatë të rukëtimi tjetës tonë, keni pasë do një sfidë? Po e qërë sfidat ka njeri, si cilë njeri ka sfida, ato pas sfida nuk në kaloni ma dhe zotë. Po prapë se prapë, zotë I din vetë shka bënë. Mirë kena, mirë. 3 fëmijë, kam janë punë, burrim ka vdek pi zotit, e ka morë zotit, unë jam pensionua, ata janë të martume dhe kështu. Pa, shortin e keni humpur, e kitë shumë të sta? E kena hup që 10 vite. Ka qenë një smuar? Ka qenë një smuar për kësaj smuje, si po smuar kësaj smuje s'keqe edhe. Pa, shka të bëjmë tash të jeta du të vazhdu, apet du të me vazhdu jetën. Të mbetesh një grua pa burë, duket si pakra, thonë. Thojnë si pakra, po falë, zotit I kam 3 fëmi, e kam 3 nuset mira, e kam mesën, edhe vetë jam aktive, kam punu, jam dalë në penzi edhe tash shëtis Kosovën, e bukur. Po do një pengë, kam betën pa shurëtin, e ndjerë tash, që s'keni mundur. Po. Cile ka qenë pengë? Ka qenë pse nuk e ka shiju penzionin e të vim bashkë së kur jam ardhën e tash ta shijoj Kosovën. Se kena shku shumë 3 atje, edhe kom shku 22 vjeqare, edhe qa jam pengon mas shumë të se sështë ta shijojnë bashkë. Tjetër... Po kujtimet që I runi për to, cilat janë ato kujtimet që I runi me ëndje? Kujtimet që I runi për to janë ku jena martue, jem shku në Zvicër, o konë kishe mirë atje, po prapë se prapë jo. Jo, apet është vendujt maj mirë. U të shprove për shkove në Zvicër, ndryshe? Po shumë. Pa u dëshprova se su ne bëjshim në Kosovën së kur ata atje. Edhe hala su ne bëjmë në Kosovën së kur Zvicrën, e si Gjermanien, e si Austrien, që ata kisha qefës ma shumë të investimet I kena bon këtu krejt. Që keni investu Kosovë shumë? Kena investu shpia, kena mojtë familjet, kena ble banesa, kena ble... Së kur gjithë mërgjimtarët se bojnë. A kënë ndimu shumë, sa e mirë njës ata njës që ju I kënë ndimu? Shumë mirë, faliminderit I faliminderoj, shumë mirë. Po, krejt rritën shumë në Kosovën, janë mirë tash vishë pleq. Ata si
ata si vynë dishka në Kosovë, janë ka shkojnë krejt jashtë. Po fëmija ishin këtu në Kosovë me jetu? Jo. Jo. Pse rrugë nuk janë autostrada këtu s'janë qashtë mira dhe puna e rrim me zbërlogi, këto gjanat se ndalet ka herë rrim ata se kanë përjetu ata, bërlog s'kena përjetu me pa, unë jom rritë qëto dhe do me vdek qëto. A pengon kjo papastërtia që shumicën e rasteve? Ka pengu shumë, po që tashti me këtë kohën jam adaptu pak, shumë ka pengu. Po shka të bojmë tashti shtetin, sunë e bojmë me një herë në shtetin krejt. Ka dal e bojnë edhe këtu krejt. Pa përshë dash me ndryshon Kosovë? Pa, me ndryshun Kosovë kisha dasht të rritë me punu ma shumë, se s'dojnë me punu këtu, edhe trejat dojnë, kujtojnë se na kena marrë atje hazër, na atje si kena hangër hazër, edhe qëtu. Me punu ma shumë të rritë, me investu në vend tonën këtu, me punu ma shumë me gjallënu këtu, së kur gjallënojnë Zvicranë për shemull, ata pse kanë bo vendin e vetë, edhe na kishim mujtë qështu me bo. Unë isha të rritë këtu s'dojnë, me punu edhe trejat, nuk e dojnë punën këtu sukur na. Na qëfar do punë kena bo atje. Edhe je marrë në këtë situatën, me shpia, me banesa, me familje, me vete, kom gëzu benzionën, po qëri duar të këtu i jene edhe pak. Ta në heka? Po, ta shti pa hek, kur gjo nuk fitohet pa hek. Unë di që gratë, së të mos që janë atje, ma shumë punojnë si këtu. Ashtë vërtet kjo? Shumë ma shumë këtu, nuk punojnë së kur kena punu në atje. Këto ma shumë kanë qef luks me bo gratë. Luks që e erdha vetë po boj luks, po unë e kom bo vetë luksin, unë kur kom punu 33 vjetë atje dhe e kom bo vetë, dalë bëj luks. A këto po dojnë me bo luksin pa punu. Me paret burit? Po, me paret burit, e burin a me mytë burin, mi a marë shpirtin atina. Qa me një miki për do gra? Kom ju thonë unë nuk ju jep me hongër e me pije, va më pengojnë kur isha shumë familjartë si kena atje në Gjakov kanë dalë. Jo zban këtu, kanë dalë. E ku ki dalë me shku ti ki shkën e pastrusa dhe në për McDonald's-a. Ti s'ki gjetë një vend punimit në byro, së kur nësi se kom gjetë atje, jem shku pa shkollë. A kur i pyshën së tojnë, e kaj pak si. Dhe ma thonë, i ndijen keq, jo na jem diçka me një pozicion tjetër. Shumë ndijen me ndjen e madhe. Pse nuk e di, se di sa mundën me ndryshu. Kosova e ka shumë rënd njerëzit të ndryshojnë, në vendin mundët të ndryshojmë, ta investojmë, të punojmë, të ndërtojmë rrugën, amo njerëzit të ndryshojmë është pak vështirë. Pse e kena pak qef vetin? Pa kena pak qef se jena mësu me hongër për parën për gërbeqarve, kena majtë gërbeqar, tash s'ka më gërbeqar, tashti duhet vetë. E kena në ru dorën, e kena në ru krejtë situatën. Po që ata pak s'pjodojnë tash shumë. Po për në thënë gërnaqa edhe neve. Po të rëfond dhe përbyll një bised kaq të këndshme që ko s'kam pas. Një bised për gjithë diasporën, për gjithë ata që jeton jashtë. Ju kisha thonë ju rujtë zoti, arshë mirë në vendet e juve, kalofshit mirë atje, Kosova është e mirë, e bukur, e në zemër e kena krejt, kur të plakën edhe ata si unë, do të kthehen një herë këtu. Uroj ma të mira në jetë, kënaqësi që takon, pushime të këndshme. Faleminderit shumë edhe ju faleminderit. Faleminderit, respekte. Faleminderit shumë.